بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتم التسليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أفلندرم اللهم أتفلندرم në emrin e Tij ndihmë dhe falje kërkojmë Allahut i lutemi të na ruajë prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndoshta Allahu udhëzon, nuk ka kush ta humb, e cili do që Allahu e humb, nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër. E vazhdojmë me lejen e Allahut shpjegimin e akides tahawije, pra këtë libër që ka shkruar Imam Tahawi, Allahu mëshiroft, duke përmbledh akiden e ehli sunetit dhe xhamatit, sikur sa e tregon Allahu mëshiroft. E kemi lënë në fjalën e imamit kur thot qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Ai thot, duke folur për Allahun subhanahu wa taala, është i hershëm pa fillim dhe është i përhershëm pa mbarim. Kjo është për shkak të jetës së përsosur dhe të plotë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në këtë fjalë kemi disa çështje. Çështja e parë, që kuptimi me cilin imami e ka përmendur këtë fjalë i hershëm, është me kuptimin që ekzistenca e tij nuk ka një fillim. Pra, ai është i pari ndaj krijesave që nuk ka fillim. Ka qenë gjithmonë, krijesat janë krijuar. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala ka qenë dhe nuk ka një fillim. Ndërsa i përhershmi është ai i cili vazhdon të jetë dhe të cilësohet me cilësinë e përjetësisë, pra që nuk shteron, nuk ka një moment që Allahu vdes. Për shkak se jeta e Allahut subhanahu wa taala është e plotë dhe e përsosur. Dhe duke qenë që është e plotë dhe e përsosur, nuk mund ta pranojë kjo përsosmëri, këtë mangësi, e cila është prej mangësive të krijesave. Ndërsa krijuesi, fuqi plot, normalisht që nuk mund të cilësohet me këtë lloj cilësie. Allahu thot huwa al-awwal wal-akhir. Pra, kur flet për veten e tij, Allahu thot ai është i pari dhe i fundit. Dhe e komenton fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam në lutje kur thot anta al-awwal fa laysa qablaka shay. Ti thot je i pari o Allah dhe nuk ka para te asgjë. Wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay. Dhe ti je i fundit dhe pas teje nuk ka asgjë. Çështja e dytë që duhet përmend në fjalën e autorit është që cilësia e Allahut, që ai është i pari, pra është i pari që ka ekzistuar, nuk ka fillim, automatikisht ka një lidhje të fortë me cilësinë e Allahut që është i fundit dhe që nuk ka një mbarim. Sepse edhe logjika tregon që ai i cili nuk ka një fillim, pra nuk ka një shkak për të ardhur në ekzistencë, nuk ka ekzistuar gjithmonë, nuk mund të ketë një shkak apo nuk mund të ketë një mbarim. Krijesat të cilat kanë shkak për ardhjen në ekzistencë, krijesat gjithashtu do të kenë një shkak për të vdekur. Mirpo krijuesi, sado që mundohesh shosh mbrapa në kohë, ai nuk ka një kohë, domethënë që ka një fillim. Ai nuk ka fillim, ka qenë gjithmonë. Çështja e tretë është që disa dietarë e kanë kritikuar autorin në këtë fjali që ai e ka sjellë, pra i hershëm i cili nuk ka fillim dhe i fundit, pra i përhershëm që nuk ka mbarim, për tre arsye. E para është sepse këto fjalë nuk janë prej emrave të Allahut. Pra el-Qadim, i hershmi, apo el-Daim, i përhershmi, nuk janë për emrave të Allahut. Kështu që nuk
nuk ishte domethënë e saktë sjellja e tyre, domethënë në këtë fjali. Gjithashtu, duke marrë parasysh që këto nuk janë emrat e Allahut, alaykum selam, duke marrë parasysh që këto nuk janë emrat e Allahut, nuk lejohet me u emërtu me këto emra. Për shembull, emri i Allahut është Allah, ne themi Abdullah, që do të thotë robi i Allahut. Ka disa persona që gabimisht e emërtojnë emrin Abduddaim, robi i përhershëm. Por ky nuk është emri i Allahut. Ç'është e vërteta, këto dy fjalë kanë ardhur në transmetim, mirë po transmetimi është i dobët, nuk është i saktë. Kështu që nuk e kanë pranuar dietarët, domethënë që ky emër të jetë për emrat e Allahut, këtë fjalë jenë për emrat e Allahut subhanahu wa taala. Ajo që duket është që autori, pra Imam Tahawi, Allahu mëshiroft, e ka sjellë këto fjalë jo si emër, pra emërtim për Allahun, po i ka sjellë si njoftim. Pra të njofton ty që Allahu është, domethënë, i hershmi, i pari, kështu në radhë. Dhe jo për emërtim. Kështu që nga ky aspekt nuk ka kritik. Cilësi po. Se është cilësia Allahut që ai është i pari, pra është i hershëm, para tij nuk ka asgjë. Kështu pra, sapo e përmenda që autori e ka sjellë thjesht për të treguar cilësi, dhe jo emër. Gjithashtu thonë që kjo fjalë el-Qadim, pra i hershmi, nga gjuha arabe, kuptohet që ky ka ardhur para dikujt, po nuk tregon domethënë që ka ardhur para çdo gjëje. Gjuha arabe tregon thjesht që ka ardhur para dikujt tjetër. Dhe nuk tregon që Allahu, pra nuk e jep atë kuptim që është i hershëm dhe është i pari domethënë. Mirë po, gjithashtu autori e ka sqaruar më mbrapa duke thonë pra pa fillim. Dhe i hershëm pa fillim. Në këtë aspekt domethënë prap kritika nuk është se qëndron dash e fortë. Gjithashtu, çështja e tretë që e kanë kritikuar është që kelamistët, pra historitë e kelamit, pra ata që i jepnin shumë logjik, pra i jepnin pak përparësi logjikës kundrejt argumenteve të fesë, kanë përdorur këtë lloj fjale, pra i hershëm. Dhe që ne mos bim dakord me ato, ne mos ta përmendim këtë lloj fjale. Porse, prap autori domethënë nuk është se ka bëu diçka që nuk e kanë bëu dhe ehli suneti, pra edhe dietarët sunetit e kanë përdorur, duke e theksuar domethënë që e kanë përdorur për treguar cilësi, Zotit dhe jo emër. Po, ne do vim tek një rregull që ky lloj kapitulli që ne flasim është kapitull i kufizuar vetëm çka ka ardhur në Kur'an Sunet. S'mundemi ne nga vetja. Pra, cilësia e Allahut është ajo sepse për emrat e Allahut është i pari dhe i fundit. Dhe në kuptohet që edhe në këtë kuptim kjo fjalë përshtatet me këtë lloj emri. Edhe si pasojë përshtatet me atë lloj cilësie të Zotit. Ama në raport me emërtimin, atëherë ne emërtojmë vetëm atë që ka emërtuar Allahu veten në Kur'an, apo që ka emërtuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Çështja e katërt, fakti se Allahu është i pari dhe i fundit, është një gjë që Allahu krijuesi i gjithësisë ka vendosur në esencën e çdo personi. Pra, çdo person në esencë kur e mendon Zotin, automatikisht ka për të menduar që krijuesi nuk ka fillim. Ai që na ka krijuar nuk ka fillim, gjithmonë ka qenë. Çështja e pesë është që janë disa prej krijesave, si është xheneti dhe xhenemi, që ato kanë për të ekzistuar gjithmonë. Sikurse na tregon Allahu në Kur'an. Që thotë, do të jenë aty për gjithmonë, thotë. Banorët e xhenetit apo banorët e xhenetit. Mirë po, ekzistenca e këtyre krijesave nuk ka lidhje, pra dhe nuk lidhet me cilësinë e Zotit që është i përhershëm.
Sepse cilësia e Allahut që është i përhershëm është cilësi vetjake që është, domethënë që është e Zotit dhe nuk ndahet prej tij. Ndërsa këto krijesa qëndrojnë vetëm se Allahu dëshiron. Dhe ekzistenca e tyre është nëpërmjet Zotit. Dhe mundet, domethënë Allahu nuk ka një moment që mund të mos ekzistojë. Pra nuk mundet kjo për Allahun. Ndërsa krijesat e tjera mundet të ekzistojnë, por mos të ekzistojnë. Ka ndonjë ndikim. Vazhdon autori duke thënë la yafna wa la yabid. Këto dy fjalë, yafna yabid, të dyja kanë të njëjtin kuptim, do të thonë që nuk vdes. Allahu është i përhershëm, nuk vdes. Për shkak se jeta e tij Azza wa Jall është e plotë, e përsosur dhe nuk ka në të mangësi. Kjo fjali gjithashtu është përforcim për atë që thamë më parë, domethënë që thot autori, domethënë i hershmi, pa fillime, pra kjo është përforcim, që nuk vdes. Ekziston gjithmonë. Allahu do jetë gjithmonë. Wala yakunu illa ma yurid. Vazhdon thotë dhe nuk ndodh vetëm se ajo që Allahu don. Kjo si pasojë e madhështisë dhe fuqisë së përsosur dhe së ndimit përsosur të Allahut subhanahu wa taala, që çdo gjë që Allahu don ka për të ndodhur, patjetër. Në këtë fjalë autori po flet për dëshirën, nëse mund ta përshtasim, dëshira universale. Pra dëshira e Allahut në gjërat që ai ka vendosur se do të ndodhin. Allahu ka vendosur se kur bie shi, kur bie tërmet, krijesat, riskun, pra caktimet e Zotit. Ktu po flet ai, dhe nuk ndodh thot vetëm se ajo që Allahu don. Në moment që Allahu cakton diçka, patjetër që ajo ka për të ndodhur. Sikur se thot Allahu, in kana Allahu yuridu an yaghwiyakum. Nëse Allahu do të donte që sonte në humbje, apo të lindte në humbje. A nëse do të donte Allahu, kjo do të ndodhte patjetër. Wa idha aradna an nuhlika qarya, nëse ne do të donim me shkatru një fshat apo një popull, thot Allahu, pra kjo padyshim do të ndodhi. Çfarë don Allahu ndodh. Autori do flasë më gjatë inshallah për këtë lloj dëshire të Allahut. Po këtu përmendim një lloj dëshire tjetër, prej dëshirave të Allahut subhanahu wa taala, e cila është dëshira sheriatike, dëshira fetare, e cila ka ardhur me kuptimin e kënaqësisë. Pra që Allahu dëshiron diçka dhe kënaqet me të. Sikur se Allahu dëshiron, thot Allahu, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allahu don për ju lehtësimin dhe nuk do për ju vështirësinë. Këtu do të kemi parasysh një diferencë, pra një ndryshim midis dëshirës universale dhe dëshirës sheriatike, pra fetare. Dëshira universale, pra po japim këtë lloj termin shqip, do të thonë mbase mund të ketë një term më të mirë, po momentin ky term po më vjen kjo përshtatje. Dëshira universale e Allahut se s'bën duhet të ndodhi. Pra çfarë ka caktuar Allahu ka për të ndodhur. Ndërsa dëshira sheriatike fetare nuk është domosdoshmërisht me ndodh. Pra Allahu pëlqen që diçka të bëhet, sikurse ka udhëruar robërit e tij për punë të mira, mirë po nuk i ka imponuar. Ja ka lënë të lirë. Kush do e vepron, kush nuk do, nuk i ka imponuar Zoti. Po. Kurse ajo dëshira e parë se s'do duhet ndodhi. Pra, ka saktuar Allahu për dikë risk, ai risk ka për të shku. Ka saktuar për dikë falimentim, ai ka për të ndodhur. Kështu më radh. Vazhdon autori duke thënë la tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Atë thot nuk e arrin mendimet dhe nuk mund ta perceptojnë logjika. Pra Allahu subhanahu wa taala mendimet tona nuk e arrin dot realitetin e Zotit, krijuesit të gjithësisë. Dhe logjika jonë nuk e percepton dot. Këtu kemi tre çështje.
Po, Allah shpëlbeft. Tu kemi 3 çështje. E para, Allahu subhanahu wa taala nuk mund ta përfytyroj imagjinata kurrë dhe nuk mund ta formsoj mendja apo logjika e njeriu, pra t'i japë një formë, dhe nuk mund ta përfshijë atë dia që kemi ne. Thot Allahu, "Wala yuhituna bihi ilma", dhe nuk e përfshin dot atë me dijen e tyre. Kjo për 2 çështje. E para, dihet që Allahu për ne është diçka e fshehtë, se kemi parë. Përderisa nuk e kemi parë, nuk mund ta dimë. Njeriu është i kufizuar në ato gjëra që Allahu, krijuesi i gjithësisë, ka mundësi të shohë, dhe nuk mund të përfytyroj dot diçka tjetër. Pra nëse dikush do mundohet të përshkruante ty diçka që ti nuk e ke pa ndonjëherë, a kishe për ta kuptuar? Nëse do t'i thuaj dikujt para 500 vitesh për gjërat që i kemi ne sot, shpjegoja sa dush, nuk kishte për t'i kuptuar. E jo më përflasim për Allahun, krijuesin e gjithësisë. Dhe këtu dalim ke pika e dytë, sepse Allahu është krijuesi madhështor, pra madhështia e tij e përsosur nuk mund ta kapi kurse si. Ne llogaritet që ne i dim disa nga emrat dhe cilësitë e Allahut dhe nuk i dim gjitha ato. Rregull, i dim disa nga emrat dhe cilësitë e Allahut dhe nuk i dim gjitha. Disa gjëra Allahu nuk pra i ka rrit vetë për emrat dhe cilësive të veta, sikur se na ka ardhur në hadith. Ajo që ne dim, ajo që ne dim nga emrat dhe cilësitë e Allahut është sipas kuptimit parë gjuhësor. Pra kur Allahu flet dorë apo sy apo fytyrë apo kështu me radhë, është sipas kuptimit gjuhësor. Ne e dim çfarë është fytyra. Por nuk ka lidhje fytyra që ne e njohim kuptimin gjuhësor me fytyrën e Allahut. Edhe ajo që ne dim pra është nga kuptimi gjuhësor, në kuptimi i parë gjuhësor, pa ditë formën se si. Se Allahu thot, si ai nuk është asgjë. Ne thjesht dim që Allahu na ka njoftuar për dorën e vet, na ka njoftuar për fytyrën e vet e kështu me radhë, edhe ne e pranojmë dhe pohojmë edhe e njohim thjesht në kuptimin e parë gjuhësor. Se ne e dim çfarë është fytyra, po nuk ka lidhje ajo që ne dim me realitetin e Allahut subhanahu wa taala. Çështja e dytë, Allahu subhanahu wa taala i ka fol robëve të vet në ato gjëra që logjika tyne mund t'i kapi dhe mund t'i perceptojë. Se ka gjëra të tjera që Allahu s'është i ka fshehë, nuk ne i ka treguar të gjitha. Sigur se thot në një ajet, pyesin ty për shpirtin, thuaj që juve nuk ju është dhënë prej dijes së vetëm se pak. Pra Allah i ka fol njerëzve në ato gjëra që ato mund t'i kapi logjika tyne. Thot Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, nëse logjika e njerëzve thot nuk percepton dot dhe nuk arrit të perceptoj mirësitë që ka njeriu në xhenet, po për Allah, krijuesin e xhenetit, si mundet logjika pra me e përfshi? Si mundet njeriu domethënë me arrim me e perceptu? Sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, fiha ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Në të, pra kur flet për xhenetin, ka atë çfarë nuk e shikon, nuk e ka pasur, nuk e ka dëgjuar veshi dhe nuk i ka shkuar ndonjëherë mendja e njeriu. Çështja e tretë është që ky kapitulli i emrave dhe cilësive të Allahut është kapitulli i kufizuar, ky rregulli që thon në Kur'an dhe në Sunet. Edhe ne jemi të kufizuar domethënë brenda Kur'anit dhe Sunetit dhe nuk dalim dot prej atyne. Edhe kjo gjë nuk lejohet. Kanë thënë disa prej dietarëve, një rregull. Çfarë do lloj mendimi që të vi për Allahun,
dije se Allah është e kundërt e asaj. Ky rregull deri diku mirë, po ka një fjalë domethënë më të qartë se kjo. Pse? Sepse lind pyetja, nëse ty të vjen një mendim për Allahun, mendim i mirë për përsosmërinë e Allahut, si bie që është e kundërta. Do thonë ka një fjalë më të saktë që e kanë thënë, domethënë, nëse pra çfarë do lloj mendimi që të vjen për Allahun, nëse është në aspektin e përsosmërisë, dije që Allah është më i përsosur dhe më i plot. Ndërsa nëse është mangësi, dije që Allah është i pastër. Pra ky rregull inshallah është më i qartë në moment që ty të vjen një lloj mendimi për Zotin, nëse është përsosmëri, dije që Allah është më i plot, më i përsosur. Nëse është mangësi, atëherë nuk i takon Allahut. Gjithashtu kanë ardhur transmetime të cilat qortojnë që njeriu të futet në mendime duke menduar për Zotin, domethënë formën e Zotit e kështu. Vjen herë shejtani me cytje. Thot Abdullah ibn Abbasi, "Tafakkur fi kulli shay wa la tafakkur fi Allah ta'ala." Mendo për çdo gjë dhe mos u fut mendim për Allahun. Një transmetim tjetër, "Wala tafakkaru fi dhati Allah ta'ala." Dhe mos ju futni mendimeve fi dhati Allah, në gjuhën arabe, pra në qenien e Allahut. Pra që ta qartësojmë muhabetin, mos fillo të mendosh si mund të jetë Allahu me formë. Pra se kanë ardhur transmetime që ta ndalojnë këtë gjë. Allah shpëleft. Gjithashtu e transmeton Ibn Umeri, disa dietarë thonë që është fjalë Ibn Umerit, mirë po Sheikh Albani, Allah mëshiroft, e ka bërë, pra e ka saktësuar që është fjalë e profetit që thotë tafakkur fi alahillah wa la tafakkaru fillah. Pra mendoni, meditoni për mirësitë, për madhështinë e Zotit, kështu në radhë mirë, por mos mendoni, mos u futni në mendim për Allahun subhanahu wa taala. Thot wala yushbihuhu al-anam, dhe ati nuk i përngjasojnë krijesat. Asgjë nuk është si Allahu, sikur se Allahu nuk është si asgjë prej krijesave. Krijesat nuk i përngjasojnë Allahun, Allah nuk përngjason krijesat. Disa dietarë edhe tu e kanë kritikuar, e Allahut thonë edhe të kritikuar. I kanë më kritikuar duke mendimin e vet. Kanë kritikuar pse ka sjell këtë fjalë që të ndryshimi. Kanë thonë duhet sjellë fjalën jumati, fjalën jushi. Të ndryshimi, nëse do themi në terminologjinë sheriatike, kuptimi është i një pangane kusore, jushi do të përgjithëson. Kurse jumati është i një si ai. Pra dhe thënë në argumente ka ardhur mohimi domethënë i dikujt që është i njëjtë si Allahu dhe nuk ka ardhur argumente mohimi i përngjasimit. Mi po e saktë është që ka ardhur në argument edhe mohimi i përngjasimit. Në librat e akidës është një hadith i gjatë që përmendet pra mohimi i përngjasimit për Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, themi prapë kjo kritik, nuk është se ka gabuar autori, pra është mendimi i atyre që kanë kritikuar, por se këtë mohimin e përngjasimit e kanë përdorur dhe selef të tjerë. Nuk është autori i vetmi, kanë përdorur dhe selef të tjerë. Siç e thonë, ndryshimi midis kësaj dhe asaj është që
fjala shabih, i ngjashëm, është ai që nga ana gjuhësore që ngjason në disa gjëra. Kurse el-mathil është ai që është i ngjashëm në të gjitha aspektet. Edhe do kishte qenë më parsore thënë përdor të këtë. Gjithashtu, ka përdor fjalën al-anam, që ati nuk i përngjasojnë krijesat. Edhe për këtë fjalë kanë kritikuar, duke thënë që do ishte më mirë të përdorte fjalën që nuk i përngjason asgjë. I tani nuk e po. Fjala anam, kur thot Allahu wal arda wada'aha lil anam, edhe tokën e ka vendosur për kjo fjala anam ka tre kuptime të selefëve. Kuptimi i parë, njerëzit. Pra tokën Allah e ka krijuar, ka bërë për njerëzit. Edhe sipas këtij kuptimi kanë thënë që si futi Allahu, pra nuk i përngjasojnë atij njerëzit, ndërkohë që Allah nuk i përngjason asgjë. Dhe kjo fjalë nuk specifikohet vetëm për njerëzit. E duke menduar që autori ka pasur këtë për qëllim. Po kuptimi tjetër është njerëzit dhe xhinët. I kësaj që Allahu ka thonë wal ardh, pra tokën e ka vendosur, e ka bërë për njerëzit edhe xhinët, sipas kuptimit dytë. Ndërsa kuptimi i tretë është të gjithë krijesat që ndodhen në sipërfaqen e tokës. Kështu që në shumë mundësi autori ka pasur këtë për qëllim. Në shumë mundësi ka pasur të tretën. Duke qenë që janë tre komentime, atëherë ne duhet marrim atë të mirën, atë që është më afërt. Dhe jo, domethënë, ta godasim direkt edhe të japim kritikën, sepse siç tham, ky libër është libër i mirë, edhe pse nuk është më e mira, ama në esencë është libër shumë i mirë. Edhe ndërbreza njerëzit, dietarët e kanë supermend që kanë dhënë shpjegim. Kështu që ka dobi. Normalisht kritika, domethënë, është çështje akademike që çdo person që ka për të shkruajt, ka për të kritikuar. Pra, autori ka pasur për qëllim fjalën e tretë, që do të thotë dhe nuk i përngjason atij asgjë për krijesave, çfarë janë sipërfaqen e tokës, në qiell, tokë, kështu me radhë. Pra do ishte më parsore që ai të përdorte këtë kuptimin, do ishte më parsore që nga kjo fjala enam, ai të përdorte fjalën gjë, shay, pra që nuk i përngjason Allahut asgjë. Sepse kjo si fjalë është më gjithëpërfshirëse. Ndërsa fjala enam përfshin ose mund të jetë njerëzit, ose njerëzit dhe xhinët, ose krijesat në sipërfaqen e tokës, në qiell. Ndërsa fjala nuk i përngjason asgjë, është më gjithëpërfshirëse. Në të drejtën, mendoj ta lëm këtu sepse futet tek shpjegimi i emrit, domethënë el-Hayy el-Qayyum, pra i gjalli, i përjetshmi, dhe el-Qayyum, pra i vetëmbajtshmi, dhe faktikisht zgjatet pak shpjegimi i këtyre dy emrave, dhe mbase kjo na shkon për javën tjetër, domethënë. Dhe nëse ka një pyetje, në ndërhyrje, Allah shpërblet në të mirë, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.